më shumë që shtohet numri i grave që votojnë, aq më e shëndetshme edhe aq më e mirë është vota, sepse gratë nuk ndikohen shumë as prej portaleve, as prej propagandës, as gratë e din fort mirë e din gratë, cila qeveri ka bo diçka për to, e cila qeveri nuk ka bo gjë për to. Aty nuk po flas veç për shtesat e fëmijëve, nuk po flas vetëm për shtesat për gratë lehuna, po flas për plane, për projekte, programe si super puna për gratë, po flas për faktin që nanat gjyshe tona, cilat fëmijët tanë i rrisin ma mirë se gjithkush tjetër, nuk ka qerë dhe në botë që ma rritë ma edukon fëmijën tim ma mirë se sa që ka ditë me ma eduku nana edhe tjera jeme. Është qeveria e parë që ka mendu edhe për gjyshe, edhe për nanat.